Maria Corina Machado, një nga figurat më të njohura të opozitës venezuelane, është shpallur fituese i çmimit të Nobel për paqen për vitin 2025. Komiteti norvegjis i Nobelit e vlerësoi për përkushtimin e palëkundur ndaj parimeve demokratike dhe përpjekjet e saj për një tranzicion paqësor nga diktaturat drejt demokracisë. Në reagimin e tij zyrtar, komiteti theksoi se kur autoritarët marrin pushtetin, është jetike të njohin mbrojtësit e guximshëm të lirisë që refuzojnë të heshtin. Në deklaratë thuaj se Machado përfaqëson shpresën dhe guximin e një populli që kërkon liri, ndërsa kujton se demokracia nuk duhet marrë kurrë si mirëqenie, por duhet mbrojtur çdo ditë me vendosmëri. Edhe pse gjatë vitit të fundit është detyrë që të jetojë në fshehtësi dhe përballet me kërcënime serioze për jetën, Machado ka zgjedhur të qëndrojë në Venezuelë, duke bërë simboli i qëndresës dhe frymëzimit për miliona qytetar. Si udhëheqëse e lëvizjes demokratike, ajo arriti të bashkonte një opozitë të përçarë prej vitesh, duke orientuar drejt një qëllimi të përbashkët, kërkesë për zgjedhje të lira dhe ndërtimin e një qeverie përfaqësuese. Në fjalën e saj për shpalljen së fituesve, Machado deklaroi: "Kjo është pikërisht ajo që qëndron në zemrën e demokracisë, vullneti ynë i përbashkët për të mbrojtur parimet e sovranitetit popullor, dhe nëse nuk pajtohemi, në një kohë kur demokracia është në kërcënim, është më e rëndësishme se kurrë të mbrojmë këtë terren të përbashkët." Ky vlerësim e vendos Maria Corina Machado mes figurave më të njohura në botë që kanë fituar çmimin Nobel për paqen, duke e bërë edhe një herë Venezuelën qendër të vëmendjes ndërkombëtare në betejën për liri dhe demokraci.